nesë. Ujeve bëllë, a i e në njërë. Drejt, bana, drejt. Allah unë me në që. Kam punu në Gjermani. Hajde urime. Urime dhe inshallah është me hajri kjo punë. Sot pra filluam ndërtimin që ka mbetur shtëpia e kulturës në fshatin Mateç. Deri më tani kemi pasur probleme që s'kemi mundën ta fillojmë punën për arsye të proceseve gjyqësore. Është bërë një gabim përpara nga udhëheqja e komunës. Dal nga dal këtë problematike kemi zhvilluar dhe kemi kryer dhe përfundimi vend çështje pozitive. Dhe sot nga projekti i forumit në bashkësi, Komuna Likovës në bashkëpunim me Agjencionin Zviceran për zhvillim dhe bashkëpunim ka realizuar këto projekte. Bekatonizimi rrugës numër 1 në fshatin Mateç, ku gjatësia e kësaj rruge është 260 metra, me gjerësi prej 3 metrave, 780 metra katror, ku vlera e projektit është 8.600 euro. Dhe bekatonizimi rrugës numër 2 të në njëjtin fshat, ku lidh një lagje të fshatit Mateç me rrugën regionale. Gjaktësia e kësaj rrugës është 300 metra, ndërsa gjerësia 3 metra. Do me thënë, gjithsej janë të vendosur 900 metra pllaka bekatonit, vlera është 9.900 euro. Kurse pjesë të tjera do kemi në fshatin në Kushtak, ku do hapet një teren sportiv, ku ka kushtuar vlera e tij është 38.500 euro, ku gjerësia është 800 metra katror, 40 metra gjatësi dhe 20 metra është fusha sportive. Pasandaj kemi bekatonizimin e një rrugice në fshatin Hotel, 370 metra gjatësi me 3 metra gjerësi dhe ka kushtuar 12.200 euro vlera saj. Pasandaj do shkojmë në fshatin Slupçan, ku sigurisht syri juve kamerës do t'i incizoje, ku kemi bën 11 klasë me dritare, ku ka kushtuar 13.400 euro, që do të thotë me këtë kemi bërë, të gjithë kemi bërë me bashkëpunimin e ambasadës zvicerane, Agjencionin Zviceran, ku 40% të vlerës janë nga ambasada zvicerane, kurse 60% të vlerës janë nga buxheti i komunës. Gjithë kjo që thamë, rrëmbullaksimi i vlerës së kësaj është diku në 90.000 euro, ku 40.000 euro ka investuar ambasada zvicerane, Agjencioni për zhvillim të ambasadës zvicerane, dhe 60.000 euro janë nga buxheti i komunës. Ne do fillojmë edhe kanalizimin në fshatin Mateç. Arsyeja e fillimit të kanalizimit në fshatin Mateç në rrugën kryesore, se kjo është rrugë regionale, për arsye që ku do fillojë faza e tretë e ndërtimit të rrugës regionale nga Ropalca deri në fshatin Likov, që të kemi kanalizimin, mos të fillojmë punë të mbarën, pasandej të fillojmë nga mbara, se pasandej kanalizimi do të shkaktohet edhe do të bëhet një shkatrim i rrugës. Kjo është arsyeja pse kemi filluar sot këtë. Hajde pra, urime. Urime që
Kjo fushë sportive është bën për shkollën e në Kushtakit, duke pasur parasysh se në këtë vend nuk kam pasën nxënës të kësaj shkollës, ku t'i kryjnë orët e edukatës fizike. Është e vërtetë se është e bërë vetëm për stinën veror dhe pranveror, kur në stinën dimrore nuk kanë mundësi të bëjnë një gjë të tillë. Këtu është bërë me bashkëpunimin mes komunës dhe agjencionit për zhvillim të ambasadës zvicerane. Dhe ky projekt në ka kushtuar neve 38.500 euro, kështu që ndal nga dal në komunën Likovës fillojmë duke filluar nga në Kushtake deri në Llojan të krijohen kushtet edhe për nxënësit e tonë për infrastrukturën arsimore. Unë andaj të gjithë nxënësve, mësimdhënësve, të gjithë këtyre që janë këtu, ku janë fidanët tanë, ku janë ardhmëria e jonë, të shfrytëzojnë këta në të mirën që të përgatitjes fizike, që të hikin nga lojnat e shumta në për kompjutera, po ma shumë të bëjnë sport dhe të bëjnë trupin e tyre më të mirë. Andaj urime, suksese të gjithë juve këto që jeni. To ma herë që ta shqimë.